Po, e kam parë këtë vendim. Sigurisht që është ulja e nivelit përfaqësuesit të Shtetit të Kosovës në dialog nga niveli i zëvendës kryeministrit dhe një personi të caktuar, domethënë me detyrë të posaçme për dialog me Serbinë, tashmë ka kaluar në duart e ambasadorit aktual, i cili përveç se është ambasador në Belgjik, është edhe merret edhe me Brukselin, domethënë ka shumë punë në Bruksel për të marrë me çështjet e Kosovës dhe tani është caktuar edhe kjo detyrë. Mendoj që është një lloj zhvlerësimi i qëllimshëm nga ana e zotit Kurti, për sa i përket pozitës. Jo, vetëm për sa i përket pozitës në radhë të parë, domethënë pozita nga zëvendës kryeministër, që është pozitë shumë e lartë shtetërore, shkon në një pozitë shumë më të ulët, që është pozita e ambasadorit. Nga ana tjetër, për mendimin tim, a zoti Beslimi nuk ka qenë personi kompetent për të marrë me negociata, për sa i përket raporteve me Serbinë. Mendoj që qeveria Kurti është dashur të caktojë ndonjë person që merr vesh nga e drejta ndërkombëtare, që merr vesh edhe nga kushtetuta e Kosovës, nga ligjet e Kosovës, sepse jemi në një fazë të dialogut ku gjërat më të rëndësishme kanë të bëjnë pikërisht pra me çështje juridike, dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk dua ta paragjykoj zotin Bajrami, por nuk është i këtij profili. Por mbi të gjitha, mendoj që me caktimin e tij është një mesazh i qartë nga ana e zotit Kurti që nuk është i interesuar për dialogun, domethënë që të korrë ndonjë rezultat. Në fakt, ai ka dështuar në mandatin e kaluar për sa i përket marrëveshjes të cilën e ka arritur dhe e ka nënshkruar dhe vetëm më vonë e ka kuptuar se çfarë ka pranuar. Ka pranuar vetë menaxhimin dhe autonomi shumë të gjerë për serbët, për asociacionin e komunave serbe, edhe pse tani thotë që nuk e pranoj, por marrëveshja i mbetet barr Kosovës dhe ajo një ditë do të implementohet. Kështu që po them që është një qasje jo serioze, sigurisht që zoti Kurti po lexon edhe zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Unë mendoj që pa një përfshirje substanciale, dinamike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një dialog që negociohet nga ana e Bashkimit Evropian nuk do ta ketë asnjëherë fuqinë dhe këtë kemi parë për më shumë se një dekadë në fakt. Dialogu ka filluar në vitin 2011, nuk ka pasur shumë rezultate, mbi të gjitha edhe marrëveshjet që janë arritur nuk janë implementuar apo zbatuar në plotësi, si nga ana e Kosovës ashtu edhe nga ana e